إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje ndihmëzim kërkojmë, salavatet selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet. Deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë nga kjo botë, qoftë pasuri, qoftë familje, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdo me ligjëratën e radhës nga cikli ligjëratave veprat e zemrës. Jemi tek vepra pra sinqeriteti. Ligjëratën e kaluar kemi folur për shenjat treguese për sinqeritetin e besimtarit. Dhe për këtë kemi folur 2 ligjërata. Dërsa sonte me lejnë Allah subhanahu wa taala do të flasim, siç kemi lajmëruar në ligjëratën e fundit, për frytet apo dobitë e sinqeritetit dhe gjurmët e tij gjurmët e tij në moral. Dhe këto dobi ndahen në 2 kategori. Dobit apo gjurmët të përshpejtuara që arrin robi në jetën e kësaj bote dhe gjurmët të më vonshme që robi gjen në jetën e përtejme pra të ahiretit. Pra, ne me lejnë Allahut subhanahu wa taala do t'i ndam 2 ligjërata që të flasim për dobit apo frytet e sinqeritetit në këtë botë, pastaj ligjëratat pra të ardhshme do të flasim për dobit e sinqeritetit në botën e përtejme apo në ahiret. Dobi e parë apo fryt i parë i sinqeritetit nga kjo botë është se sinqeriteti është esenca e pranimit të veprave tek Allahu subhanahu wa taala. Që do të thotë, nëse çfarëdo vepre që është e lejuar, qoftë pra që edhe në pikpamjen e parë nuk është adhurim, mirë po është e lejuar, nëse i shoqërohet niyeti, pra i sinqert, ajo vepër shndrohet në adhurim. Prandaj nëse robi bën ndonjë vepër të zakonshme prej të lejuarve, si për shembull gjumi, të ushqyerit, ushtrimet, ecja dhe kështu me radhë, ndërsa me të synon me atë vepër që të afrohet tek Allahu, bie fjala që ta forcoj trupin e tij që të ngritet në namaznate dhe apo ta forcoj trupin e tij që të kontribuojë në rrugt të Allahut dhe kështu me radhë, vepra të ngjashme me këtë, të gjitha këto veprime pra që janë të lejuara në esencë të rëndomta të normale, kthehen në adhurime, gjë e cila ishte edhe praktika e të parëve tanë. Për atë thojnë dietarët, më gëzon fakti që të kemi nijet për çdo gjë, qoftë edhe për ushqimin e gjumin që bëj. Pra, qoftë edhe nëse njeriu e bën nijet për me fjet, që pastaj të çohet dhe të falet për Allahun subhanahu wa taala, e bën nijet që të ushtrojnë, që kjo ta forcojnë trupin dhe me këtë trup të kontribuojnë në rrugt të Allahut dhe kështu me radhë, gjithë këto gjëra thojnë dietarët, nëse pra i paraprin niyeti, qoftë edhe nëse vepra është e lejuar, pra e zakonshme, nuk është adhurim, kjo me niyet shndrohet në adhurim. Gjithë e dim të nderuar vëllezër dhe motra se Allahu subhanahu wa taala na ka krijuar që të adhurojmë. Apo më mirë të themi, nuk na ka krijuar vetëm që të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Dhe tha: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë njerëzit thot, nuk i krijova njerëzit as xhinët vetëm që të më adhurojnë mua. Pra, Allah nuk tha i krijova xhinët dhe njerëzit që të më adhurojnë, por tha nuk i krijova vetëm që të më adhurojnë. Sepse kishte thënë Allahu i krijova xhinët dhe njerëzit që të më adhurojnë, kuptohet nga kjo se i ka kriju që të adhurojnë Allahun, mirë po i ka kriju edhe për gjëra tjera. Allahu subhanahu wa taala mohoi çdo gjë tjetër dhe tha nuk u krijova vetëm që të më adhurojnë. Mirë po, njeriu 24 orë nuk është në
adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu tha qul ya'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Thuaj punoni se Allahu i dërguari dhe besimtarët thotë do ta shohin punën tuaj, pastaj së shpejti do të ktheheni tek ai që di të dukshme dhe të padukshmen, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dhe do t'ju njoftoj për veprat të cilat i keni vepruar. Pra të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala me një ajet thot që nuk ju kam kriju vetëm që të më adhuroni, dhe një ajet tjetër thot punoni se Allahu do t'ju shoh punën e juaj, pejgamberi dhe besimtarët. Që do të thot të nderuar vëllezër, bashkimi i këtyre dy ajeteve do të thotë se njeriu, dhe kjo veçohet vetëm në fen islame, se njeriu ka mundësi që edhe në formën e jashtme një vepër mos të jetë adhurim. Mirë po, pasi Allahu nuk na ka kriju neve vetëm që të adhurojmë atë, Allahu subhanahu wa taala na dha mundësinë që edhe ajo vepër e cila në formën e jashtme nuk është adhurim, të shndrohet në adhurim. Pra, edhe një vepër cila në formën e jashtme nuk është adhurim, mirë po nëse niyeti dhe pra është për Allahun subhanahu wa taala, ajo vepër shndrohet në adhurim. Për këtë kemi hadithin që thuhet që marra ala nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fara ashab nabi sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nashahatihi faqalu. Një njeri i fuqishëm kaloi pranë pejgamberit dhe shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ishte njeri i fortë fizikisht. Dhe i than ja Rasulullah, u drejtuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, than o i dërguari i Allahut. Law kana hadha fi sabilillah. Me det një farë mënyre, me det kjo fuqi dhe kjo energji të shfrytëzohet në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigara." Thot nëse ky person ka dalë që të punoj, që të kujdeset për fëmijët e tij. Ky thot është në rrugt të Allahut. Wa in kana kharaja yas'a ala abawayn shaykhayn kabirayn. Dhe nëse ka dalë që të kujdeset, të punoj dhe të kujdeset për dy prind e tij të moshuar. Ky thot është në rrugt të Allahut. Wa in kana thot kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha. Thot dhe nëse ka dalë që të punoj dhe që pra mos mbahet i varur nga askush, që ta ruajnë dinjitetin e vet, mos t'ia shtrin dorën askujt, thot ky thot është në rrugt të Allahut. Wa in kana kharaja yas'a ria'an wa mufakharatan fa huwa fi sabili shaytan. Mirë po, nëse ka dalë për krenari, për mburrje, për syefaqësi dhe kështu me radhë, thot kjo është në rrugt të shejtanit. Pra të nderuar vëllezër dhe motra, kjo tregon se Islami është aq fe madhështore që edhe nëse në formën e jashtme personi nuk është dhe nuk duket se jetë duke kryer adhurim, nëse e bën niyetin pra të sinqert dhe këtë vepër e ke për hir të Allahut subhanahu wa taala, kjo vepër shndrohet në adhurim. Pra, nëse njeriu e shef duke u fal, e kuptojmë se është duke kryer adhurim. Nëse e shohim duke lexuar Kur'an, e shohim se është duke kryer adhurim dhe kështu me radhë. Mirë po nëse e shohim një student duke shku në shkollë, nëse e shohim një punëtor duke shku në punën e vet, nëse e shohim një kështu me radhë, në pikpamjen e parë të jashtme nuk ta jep të kuptoj se ky person është duke bë adhurim. Mirë po, nëse ky person, ky profesor, ky student, ky punëtor dhe kështu me radhë, e bën niyetin se me këtë, pra e bën për Allahun subhanahu wa taala, dhe me këtë vepër siç thash, i kontribon Islamit, i kontribon familjes, i kontribon rrethit dhe kështu me radhë, e bën niyetin për hir të Allahut subhanahu wa taala, kjo vepër të nderuar vëllezër dhe motra shndrohet në adhurim. Mu për këtë bashkimi mes dy ajeteve nuk i krijova njerëzit dhe xhinët vetëm që të më adhurojnë, dhe kur tha punoni sepse Allahu dhe pejgamberi dhe besimtarët të shohin punën e juaj, do të thotë se njeriu instinktivisht punon, mirë po të jeni të sinqert dhe rregulloni niyetin se edhe ajo vepër që në formën e jashtme nuk është adhurim, nëse bëhet me niyet kthehet në adhurim.
Dhe jo vetëm kaq, mirë po edhe nëse njeriu është një vepër që në pikpamjen e parë e don njeriu. Jo vetëm që është e lejuar, por edhe e don dhe është në interes të njeriu, dhe kjo, pra edhe pse është i bën dobi në këtë botë, thot edhe kjo thot mund të shndrohet në adhurim. Për këtë kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu at-tayru wala insanun illa kana lahu bihi sadaqa." Thot nuk ka asnjë musliman që mbjell një pemë ose një bim dhe prej saj ha një zok apo një njeri, përveç se kjo do të jetë sadaka pra për te. Fillimisht të nderuar vëllezër dhe motra, njeriu kur mbjell, pra kur bën plantazhe të pemëve, të perimeve dhe kështu me radhë, këto njeriu i bën për përfitime të kësaj bote, për biznes dhe kështu me radhë. Mirë po gjatë këtyre, pra të bjelljeve dhe kështu me radhë, e bën jetë se nga këto të hajnë edhe zoqt, të hajnë edhe ndonjë kalimtar i rrugës dhe kështu me radhë, thjesht gjatë këtyre duke kry këto punë, e bën këtë jetë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse një zok han nga ato pemë dhe nga ato gjëra të cilat i ka mbjell për përfitime të kësaj bote, do t'i shkruhet sadaka. Pra kjo tregon të nderuar vëllezër për rëndësinë që ka niyeti dhe sinqeriteti që bëhet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo tregon se njeriu duhet dhe kërkohet prej tij që vazhdimisht vepra që i bën të nalet dhe të mundohet, për njëtë kanë thënë dietarët, niyeti dhe sinqeriteti është ajo që i dallon pra tregtarët, mirë po tregtarët që bajnë tregti me Allahun subhanahu wa taala. Ti ke mundsi një vepër e bën, ka mundsi njeriu me ra me fjet gjumë. Mirë po thjesht e bën niyetin, edhe me ra me fjet në gjumë, edhe bën niyetin që mu forcu, që mu çu pastaj me fal namaz apo mu çu pastaj me fal namazin e sabahut dhe kështu me radhë. Pra thjesht vepra e lejuara që bëhet, thjesht nëse në te shtihet, pra futet niyeti edhe sinqeriteti që të bëhet të kryet kjo vepër për Allahun subhanahu wa taala, kjo vepër kthehet në adhurim. Dobi apo fryt i dytë i sinqeritetit nga kjo botë të nderuar vëllezër është se i sinqerti është i mirëpritur në tokë dhe gëzon pozitë e respekt në zemrat e njerëzve. Thot Ibn al-Qayyimi për këtë rregull, thot nga ligjet dhe caktimet e Allahut që nuk ndryshojnë është se të sinqertit i vishet petku i dritës, gëzon respekt, dashuri dhe është i pranueshëm në zemrat e njerëzve. Pra si fryt i niyetit të sinqert dhe raportit të tij të mirë me Zotin. Ndërkaq thot të shtirurit, pra ato që mundohen dhe shtiren ato si janë duke bërë për Allahun mirë, po në realitet ato bajnë për famë, për syefajsi dhe kështu me radhë, thot, pra ati që e bën për syefajsi, i vishet thot rroba e gënjeshtrës, ku përcillet me urrejtje, neveri, përbuzje dhe çfarë i takon atij sipas meritës. Së këndemi thot, i sinqerti duhet të respektohet, ndërsa i shtiruri për syefaqe urrehet dhe përbuzet. Pra, ai njerëz që është i sinqert, përveç që do të ketë dobit në ahiret, dobit e të sinqertit fillojnë nga kjo botë. Të nderuar vëllezër dhe motra, Imam Maliku, një nga dietarët islam, e shkruvi një libër të titulluar El Muwatta, pra që i bashkoi hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe deri në atë kohë, pra siç dihet, nuk ishte pra Buhariu dhe këto kanë ardhur më vonë se Imam Maliku. Me rëndësi, në atë kohë Imam Maliku, si me thanë, ishte shkru edhe para Imam Malikut e njëjta libër, edhe të titulluar Muwatta, Ibn Abi Dhib dhe disa të tjerë. Dhe i thanë Imam Malikut që pasi veç janë shkru libra të njëjta, nuk ke nevojë edhe ti me shkru. Pra, mjaftohen me ato libra apo me ato përmbledhje të haditheve të mëhershme. Kur i thanë Imam Malikut kështu, ai atëherë tha që mi sillni ato libra të cilat janë shkru deri në atë kohë. Dhe kur i pa, Imam Maliku e tha një fjalë,
do ta kuptoni se prej këtyre librave do të mbeten vetëm ata që janë shkruar sinqerisht vetëm për Allahun. Pra, do ta kuptoni se vetëm ata që janë shkruar për hir të Allahut subhanahu wa taala do të mbesin. Dhe dietarët thonë, shumica e atyre muwatta, pra thuaj që janë zhduk, e vetmja libër e cila ka mbet, të nderuar vëllezër dhe motra, është libra e Imam Malikut dhe deri më sot, pra ajo libër është ekzistente për dallim me libra tjera. Kjo nuk është rregull e përgjithshme, sepse ka arsye tjera të cilat nuk ka, për shembull, as zhduk ndonjë libër. Pra nëse ka mundësi ajo libër, ai hoxh nuk ka pas shumë nxënësa që ta përcjellin diturinë e tij, apo për arsye teknike dhe kështu me radhë, luftra dhe kështu me radhë. Ka arsye tjera, nuk do të thonë që nëse nuk ekziston një libër sot, ajo dietari apo autori i asaj libre nuk ka qenë i sinqert. Kjo nuk është rregull, absolut. Mirë po, ka edhe nga ato, duke u nis nga fjala e Imam Malikut që tha, ma kana lillahi baqi. Ajo e cila do të jetë për hir të Allahut do të mbes. Dhe vërtet mbeti libra e Imam Malikut. Kur e shpjegojnë dietarët këtë fjalë, është bërë si lloj adrese e sinqeritetit dhe një lloj parole e besimtarit, ma kana lillahi baqi. Çka është për Allahun mbetën. Dhe kjo duhet me preokupu çdo njeri nga ne. Pra mos me qenë problem nga ne, problem për ne vepra, sa me qenë problem për ne për kënd jemi duke e bë. Momentin që ne jemi duke e bë veprën për hir të Allahut subhanahu wa taala, fare nuk duhet të brengosemi për atë vepër, për rezultatin e asaj vepre, për shpërblimin e asaj vepre dhe kështu me radhë. Për qortimet e njerëzve, a do të kesh ndihmues apo nuk do të kesh ndihmues, a do të kesh kritikues apo nuk do të kesh kritikues dhe kështu me radhë. Thjesht një vepër që e bën, duhesh mu nal dhe me reflektu, a je duke e bë për hir të Allahut apo jo. Momentin që je duke e bë për hir të Allahut, fare nuk duhesh të brengosesh, sepse me domos do ta gjesh shpërblimin. Kur e shpjegojnë dietar, siç thash këtë rastin e Imam Malikut, thonë indatharat tilka al-muwatta'at wa lam yabqa illa muwatta Malik. Pak a shumë thot u zhdukën këto libra dhe nuk meti vetëm se e Imam Malikut, dhe i prujnë dietarët për rëndësinë që ka pas libra e Imam Malikut Muwatta në atë kohë, sa që thot Abdurrahman ibn Mehdi, një nga dietarët e hadithit, ma na'rifu kitaban fil Islam ba'da kitab Allah azza wa jall asah min Muwatta Malik. Nuk dim ndonjë libër që është pas Kur'anit më e saktë se sa libra Imam Malikut. Pra jemi duke thënë se në atë kohë pra nuk ka ekzistuar Buhariu dhe kështu me radhë. Sidoqoftë edhe Imam Muwatta është në kategori me librin e Imam Buhariut dhe kështu me radhë. Sa që thot Ibn Khalduni, wa talaqqat al-umma hadha al-kitab bil-qabul fi mashariq al-ardh wa magharibiha. Ummeti musliman e pranoi librin e Imam Malikut në lindje dhe në perëndim. Dhe një dietar bashkohor kur i mbledh këto fjalë të dietarëve, çka thot për rëndësinë që ka sinqeriteti të nderuar vëllezër dhe motra, dhe e pron shembull Imam Malikun, thot kama awdaha lana al-Imam Malik fi maqulati, pra me rastin e Imam Malikut dhe librit të tij tregon, thot, se ai që e pastron veprën e tij vetëm për Allahun dhe me shkrimin e tij synon fytyrën e Allahut, pra nuk i kthen vëmendje fjalëve të atyre që pra e dekurajojnë, nuk friksohet nga qortimi i qortuesve dhe as nga kritika e të boshve, sepse kush friksohet nga qortimi i njerëzve, lë shumë nga ato gjëra në të cilat ka kënaqësi të Allahut në të. Dhe frika nga njerëzit i bëhet më e madhe se frika nga qortimi i Allahut. Kështu veproi edhe Imam Maliku, i cili nuk ju kushtoi rëndësi shumësisë së Muwatta në Medinë, nuk u mor me kritikat dhe as nuk e ndaloi pra dekurajimi nga përpilimi i Muwattas së tij. Pra të nderuar vëllezër, ma kana lillahi baqi, pra ato fjalë të cilët shkuan dhe i thanë Imam Malikut, mjaftohu me ato Muwatta të cilët janë, s'ke nevojë dhe kështu me radhë, pra një si lloj qortimi apo kritika, qoftë edhe nuk ka dyshim se ndoshta ka qenë edhe niyeti i mirë dhe kështu me radhë, mirë po,
nëse niyeti është i mirë, absolut pra njeriu fare nuk duhet të brengoset për rezultatin dhe për ato gjëra që e pasojnë asaj vepre. Pra, atë çka mund ta nxjerrim dhe ato dobi që mund ta nxjerrim nga rasti i Imam Malikut të nderuar vëllezër, siç thash, thjesht preokupimi, brengosja të jetë vetëm se veprën në të cilën e veprom a është për Allahun apo nuk është. Pra, jo për, si më thanë, mos të brengosemi fare për gjëra tjera. Të ndihmojnë, nuk të ndihmojnë, të përkrahin, nuk të përkrahin, të qortojnë, nuk të qortojnë, të kritikojnë, nuk të kritikojnë. Pra, këto gjëra, thojnë dietarët, po ti kishte marrë Imam Maliku dhe shumë tjerë parasysh, ndoshta sot nuk ishte qenë ajo libër në mesin tonë. Pra, ishte mjaftu me fjalët e njerëzve, ka libra, ndoshta sot ndëgjojmë ka ligjërata dhe kështu me radhë. Thjesht veprën që e bane për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe do mos, pra do ta gjesh shpërblimin. Dobi apo fryt tjetër i rëndësishëm është se Allahu subhanahu wa taala nga kjo botë i ndihmon të sinqertit. Kur zbriti ajeti në surën Feth ku thot Allahu laqad radiyallahu anil mu'minin, vërtet Allahu është i kënaqur me besimtarët, idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, kur ta dhanë ty besën nën pemë, fa'alima ma fi qulubihim. Allahu tha e diti çka kanë ato në zemrën e tyre, fa anzala sakinata alehim, zbriti qetësinë në to, wa athabahum fathan qariba, dhe i shpërble ato me një fitore të afërt. Të nderuar vëllezër, ky ajet ka zbrit siç njihet në bej'atu shajara, në besatimin apo beslidhjen e pemës apo ridwan, bej'atu ridwan. Kjo do të thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi Uthmanin si delegat apo si delegacion tek Kurejshit. Kur shkoi Uthmanin tek Kurejshit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pra u përhap një lajm se e kanë myt Uthmanin si një lloj tradhtie. Pra, sepse nuk ishte zakon që të mbyten ato pra delegacionet dhe thirrsat në të cilën dërgohen. Kur u përhap ky lajm se është mbyt Uthmani një lloj tradhtie dhe një lloj pabesi, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thret shokët e vet që t'ja japin besën për pra që janë gjendje me dhanë jetën që një lloj hakmarrje që e tradhtun dhe e mytën Uthmanin radiallahu anhu. Atëherë thuhet që 1400 sahabi në një pemë shkuan dhe ja dhanë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu e diti se çka kishte në zemrat e tyre sahabëve, e diti se ishin të sinqertë dhe zbriti ajet që Allahu është i kënaqur me juve, pra me këtë besatim dhe këtë beslidhje që ja dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e quajti fathan qariba, fitore e afërt. Çka do të thonë fitore e afërt të nderuar vëllezër? Pse e quajti fitore edhe pse nuk ishte pra luftë? Thuhet e ka pas qëllim që do të vijë një fitore e afërt, e ka pas për qëllim për marrëveshjen e Hudejbijes. Pas pra bej'atul Ridwan apo bej'atu shajara ndodhi pastaj edhe sulhul Hudejbije, marrëveshja e Hudejbijes. Kjo edhe pse ishte marrëveshje, pra mirë po të nderuar vëllezër dhe motra, marrëveshje të cilat janë në dobi të besimtarëve dhe të muslimanëve është fitore. Pra nuk ka kusht që njeriu të luftoj, që të fitoj dhe të llogaritet fitore. Jo, ka mundësi një marrëveshje e cila është në interes të muslimanëve, qoftë marrëveshje politike, ushtarake, strategjike dhe kështu me radhë, mundet të jetë pra fitore dhe Allahu subhanahu wa taala e quajti marrëveshjen e Hudejbijes e quajti fitore, edhe pse nuk ishte luftë fare. Arsyeja është pse marrëveshja e Hudejbijes, edhe pse nuk është historik të mirë, po thjesht në pika të shkurta marrëveshja e Hudejbijes u quajt fitore sepse i hapi rrugën sigurisë, qetësisë dhe përhapjen e islamit. E dyta, muslimanët u njohën si fuqi.
Pra u pranun si një lloj mënyre shteti, pra e cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte themeluar në Medinë, u pranun nga Kureshit si fuqi. U njoft si shtet dhe kështu me radh, lejoj lëvizjen e lirë dhe predikimin e fesë dhe bëri që numri muslimanëve të shtohej shumë thjesht brenda një kohe të shkurtër. Pastaj pasoi edhe pra fitoria në Khajber. Pra, kjo na jep të kuptojmë të nderuar vëllezër se nëse besimtarët janë të sinqert në pa marrë parasysh në ballafaqimet e tyre me jo muslimanë dhe kështu me radh, nëse Allahu subhanahu wa taala sheh tek ato sinqeritet, Allahu subhanahu wa taala zbret ndihmën mbi to, zbret qetësinë mbi to dhe kështu me radh. Argument për këtë është rasti pra i atyre që pra laqad radiallahu, pra Allahu ishte që i kënaqur me ju kur anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara, pra dhe diti fali me ma fi qulubikum, dhe diti shkakan fali me ma fi qulubihim fa anzala sakine. E pa sinqeritetin në zemrat e sahabëve dhe zbriti pra ndihmën. Siç e dim të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu subhanahu wa taala në këtë planet dhe në këtë univers ka ligje e sunen el ilahije, ligje universale, që do të thotë se nëse plotësohen disa kushte dhe largohen disa pengesa, Allahu subhanahu wa taala i zbret ato në këtë planet apo në këtë univers. Që do të thotë, nëse Allahu subhanahu wa taala shef tek besimtarët sinqeritet, Allahu subhanahu wa taala i ndihmon. Nëse Allahu subhanahu wa taala tek një popull, pra e kanë arrit në një kufi dhe janë meritor që të zbres dënimi, Allahu subhanahu wa taala e zbret dënimin e tij. Pra Allahu subhanahu wa taala ndihmesën e tij dhe dënimin e tij nuk e lidh me popull. Pra Allah nuk e ka dënu popullin e Lutit pse ka qenë populli i Lutit. Dhe kjo kufizohet veç me popullin e Lutit. Mirë po Allahu subhanahu wa taala ka dënu popullin e Lutit apo popull tjerë sepse ato i kanë plotësuar disa kushte dhe mbi to janë largu pengesat dhe ka zbrit dënimi Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu subhanahu wa taala nuk i ndihmoi sahab në luftën e Bedrit vetëm se kanë qenë sahab, pra mirë po Allahu subhanahu wa taala çdo kush cili ndjek rrugt, pra nuk kufizohet ajo veç me sahab, mirë po çdo kush që ndjek rrugën e sahabëve, është i sinqert, e ndihmon kauzën e Islamit, e ndihmon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ndihmon sunetin, i kundërmend kështu me radh, zbritën pra ndihma e Allahut subhanahu wa taala. Ky duhet me qenë shumë, duhet me kuptu të nderuar vëllezër dhe motra, sepse ka shumë rëndësi me kuptu sunen e ilahije, ligjet universale të Allahut të cilët janë në tokë. Pra ka kushte që Allahu subhanahu wa taala kërkon që të realizohen dhe ka pengesa që kërkon të largohen. Momentin që realizohen këto kushte dhe largohen këto pengesa, zbritën ndihma e Allahut apo e kundërta. Tjetër të nderuar vëllezër është se sinqeriteti i rrit dhe i zmadhon veprat. Pra, siç thot Abdullah ibn Mubareku dhe të tjerë, sa shumë ka thot e vepra që ka mundësi të jenë të vogla në pamjen e jashtme të njerëzve, mirë po nijeti i zmadhon. Dhe ka mundësi një vepër në pamjen e jashtme dhe në sytë e njerëzve të jetë e madhe, mirë po nijeti thot i zvoglon, pa nijeti nuk e ka për hir të Allahut subhanahu wa taala. Për atë thojnë, ndodh që disa njerëz thot të bëjnë vepra të vogla, të pakta që mbase në sytë e ambiciozëve, ato që kanë ambicie të larta, duken të pavlera. Ka mundësi njëri e bën një vepër shumë të vogël, tek ato që kanë ambicie të larta duken ndoshta shumë e vogël. Mirë po thot, kur në të thot zbret thot bereqeti dhe begatia Allahut, thot kjo vepër thot bëhet shumë e madhe dhe e kundërta, thot sa ka që thot rritën zmadhohen dhe gjurmet e tyre lavdërohen, prandaj nuk bëhet fjalë për numrin e shumë të veprave, mirë po në çfarë gjendje është vepruesi dhe në raport mes tij dhe Allahut subhanahu wa taala. Mu për këtë thot një nga dietarët Ebu Bekr ibn Ayash, kur e përshkruan Ebu Bekrin, thot Ebu Bekri thot nuk ju a ka kaluar juve me agjërim dhe namazet të shumta, mirë po ai
ju parapriu me diçka që kishte në zemrën e tij. Pra Ebu Bekri nuk dihet se ka bërë shumë ndonjë adhurim, pra çka është dallu nga shokët tjerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, arsyeja pse e mori Ebu Bekr es-Siddiq është ajo që e kishte në zemrën e tij. Pra atë vërtetësinë, bindjen dhe sinqeritetin që e kishte në zemrën e tij. Pra, për janë thonë dietarët, mos e shiko veprën sa e vogël është, po shikoje sa je i sinqert ti je duke bë atë vepër, edhe e kundërta. Mos e shiko, thot, mëkatin sa është i vogël, po shiko ku je duke i bë mëkat. Pra Allahu subhanahu wa taala, siç i kemi përmendur në ligjëratat e kaluara për rëndësinë e sinqeritetit dhe kështu me radhë, tek e fundit ne e dim se prej emrave të Allahut është El-Ghani, është i pasur, që do të thotë se nëse gjithë bota 8 miliard njerëz e adhurojnë Allahun, Allahut nuk i bën dobi. Nëse 8 miliard njerëz i bajnë mëkat Allahut, Allahut nuk i bën dëm, sepse është i pamvarur. Mirë po Allahu subhanahu wa taala don dhe shikon zemrën e robit që atë vepër që e bën, thjesht në zemrën e atij robit a është dikush tjetër me Allahun subhanahu wa taala, apo thjesht një atë vepër që është duke vepru vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Mu për këtë një hadith kutsi, ana aghna shuraka ani shirk. Unë jam ma i pa nevojshmi që të më bëhet mu ortak dhe shoqërim në ato vepra që i bani. Men, thot, eshrake fihi gajri, kush ban një vepër, pak për Allahun, pak mu përmend, pak kështu dhe kështu, thot, të raktuhu e shirkehu, do të laj atë dhe veprën që e ka ba. Tjetër të ndëruar vëllezër dhe motra, fryt dobi e sinqeritetit në prej praf që fillon nga kjo botë, është se i sinqerti është i qëndrueshëm në vepra dhe dhe është çdo herë është zgjerim, pra çdo herë pra kur nuk ka një lloj ngushtësie në gjoksin e tij. Çdo herë e ka gjoksin e zgjeruar dhe çdo herë e ka një kënaqësi dhe një lumturi të brendshme. Pse të nderuar vëllezër? Sepse kush vepron për njerëz, siç thot Ibni Hazmi, një nga dietarët, thot, nëse i sodit të gjitha, thot, gjërat e kësaj bote, do të vëresh, thot, pa rëndësinë e tyre dhe do të bindesh se të gjitha pra gjërat në këtë botë, thot, janë kalimtare. Pastaj thot, ndërkaq, thot, e vërteta e vetme është në veprat e ahiretit. Sepse çdo shpresë e lidhur pas kësaj bote, mo dhe o mos, thot, shpesh herë, thot, të shtie, thot, në dëshpërim, për dy arsye. Ose për shkak se ajo shpresë shuhet, ose do të vdes para realizimit të saj. Ka mundësi një njeri ka një shpresë të caktuar. Ose shuhet ajo shpresë, nuk mundet mi realizu, ose ky vdekën, edhe pse ndoshta kushtet i ka pas mi realizu atë shpresë, atë gjë, mirë po vdekën para realizimit të kësaj shprese. Thot, s'ka zgjidhje të tretë, thot. Ose njëra, ose tjetra, përveç veprave për hir të Allahut. Ato thot, kanë përfundim të lumtur në çdo rrethon. Në dunja, thot, dhe në ahiret. Në dunja, thot, nuk brengosesh fare për komplimentet, komentet, opinionet e njerëzve, dhe kjo është një lloj lehtësimit shumë i madh, sepse thot njeriu vazhdimisht, ai njeri thot që ban për njerëz, çdo herën është në një lloj ngushtësie, se çka pa thonë njerëz, apo i kënaq njerëz, edhe nëse i kënaq njerëz, vazhdimisht duhesh me nej me atë frikën se mos po hidhrohen, çdo herë duhesh me nej duke i kënaq dhe kështu me radhë, kjo gjë thot ai që ja bën për hir të Allahut, thot është i liruar prej kësaj barre, do të thonë prej atij ngarkesës psiqike të brendshme që vazhdimisht çka po thonë njerëz, apo dohen të kënaqur, as po dohen të kënaqur, apo marr kritika, apo marr çortime, apo lavdërohen dhe kështu me radhë. Kur e bën për hir të Allahut, je i liruar nga kjo, dhe thot e dyta thot, ndërsa thot, sa i përket thot dunjas, pra je i liruar nga kjo, ndërsa sa i përket ndërsa në xhenet për shkak thot të xhenetit të fituar. Pra je i liruar nga preokupimet me opinionet e njerëzve në këtë dunja
dhe në ahiret thot do ta merrsh shpërblimin. Tjetër të nderuar vëllezër, fryt i sinqeritetit nga kjo botë apo dobi është që është shkak i përmirësimit të gjendjes shoqërore dhe udhëheqësve të popullit. Pra, nëse një njeri është i sinqert, nuk ka dyshim se kjo do t'i ketë ato frytet dhe do t'i ketë ato dobit në shoqëri, në rreth dhe kështu me radhë. Sepse, nëse përmirësohen qëllimet e njerëzve, atëherë dhe çështjet dhe gjendja e tyre rregullohen dhe drejtohen, siç thot Sheikhul Islam Ibn Taymi, Allahu mëshiroft, ajo çfarë thot i mbërthen të gjithë këto është përmirësimi i niyetit të popullit. Kushtimi i adhurimeve sinqerisht për Allahun dhe mbështetja tek Allahu, sepse thot, kjo është ajo, sinqeriteti dhe mbështetja tek Allahu përmbledh përmirësimin e shtresës së gjerë, pra popullit, dhe të ngushtë udhëheqësisë. Pra nëse njerëzit janë të sinqertë në punët e tyre, do me thonë, para se e merr njeriu një post publik, nëse është i sinqert, ky e shef si amanet. Momentin që e shef si amanet, atëherë mendon a është meritor për këtë post apo jo. Momentin që nuk është meritor dhe e shef se dikush është më meritor, lëshon rrugë. Pra i sinqerti, edhe nëse ju kujtohet kemi folë ligjëratat e kaluara, jo me çdo kusht duhet me qenë pra i pari. Thjesht, nëse i obligohet dhe nuk ka tjetër kush për atë post dhe shtyhet dhe e meriton atë post, në rregull nuk ka gjatë keqe. Mirë po kemi hadithe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndalu që t'i jepet posti atij që e kërkon. Pse? Sepse ai që e kërkon postin në një farë mënyre nuk është meritor për atë gjë. Se të kishte qenë meritor, nuk e kishte kërku, por njerëz e kishin shtyr në atë post. Momentin që njeriu lobon që me çdo kush të arrijë tek një post i caktuar, kjo tregon se ky person nuk e ka përkrahjen nga rrethi, mirë po don me një mënyrë, do me thënë me fuqi dhe kështu me radhë, don me arrit tek ai post. Momentin që njeriu është i sinqert të nderuar vëllezër, siç thotë Sheikh Islami Timia dhe kështu me radhë, ky sinqeriteti, nëse njeriu është është i përkushtueshëm dhe kështu me radhë, kjo gjë e bën që ai njeri që e merr një post, pra të jetë i sinqert. Momentin që nuk ka shperat, thjesht tërhiqet. Kjo vlen për çdo post në çdo sferë të jetës. Qoftë mësuesi, profesori dhe kështu me radhë. Nëse thot mësuesi jep mësim me nijet që t'i ofrojnë shoqërisë dobi, nxënësit e tij rriten me vlera. Pra nëse mësuesi i edukon fëmijët, pra dhe e ka dert dhe e ka gajle për shembull çështjen e frikës së Allahut dhe kështu me radhë, është i sinqert në atë që e mëson dhe kështu me radhë, me domos nxënësit e tij do të kenë vlera dhe kështu me radhë. Nëse mësuesi këtë rast, pra fare nuk e ka dert se shkau shpjegon nxënësve, pra nuk është i sinqert në atë punën e vet, pra thjesht ndoshta dhe mungon më shumë, nuk e jep hakun mësimit dhe kështu me radhë. Këto janë krejt të nderuar vëllezër dhe motra si rezultat i mos sinqeritetit. Momentin që njeriu është i sinqert, pa marrë parasysh në çfarë pune është dhe ja jep hakun asaj pune, kjo do të ndikojë pozitivisht pra edhe në shoqëri, edhe tek nëse njerëz janë të sinqert, kjo do të ndikojnë shoqëri, mirë po edhe nëse udhëheqësat janë të sinqert të nderuar vëllezër, ato të cilët i kanë marrë përgjegjësi udhëheqjen e popullit, nëse ato janë të sinqert, kjo nuk don shumë shpjegim me tregu se një gjë e tillë i bën dobi pra rrethit dhe i bën dobi shoqërisë. Dhe e kundërta, nëse ato nuk janë të sinqert, mos sinqeriteti pra të nderuar vëllezër hap rrugë për tradhti, për mashtrim, për manipulime të ndryshme dhe kështu me radhë. Ishte sinqeriteti dhe frika Allahut subhanahu wa taala është ajo bariera dhe ajo barikada që i jep dhe i bën njerëzit pra ose të jenë pra që i bajnë dobi shoqërisë ose e kundërta. Pra këto janë 7, mos gaboj, 6 fryte, 6 dobi të sinqeritetit në këtë botë. Ligjëratën tjetër të nderuar vëllezër, do të flasim edhe një ligjërat pra do ta ndam
për të sinqertit i mjafton Allahu nga shumë aspekte në këtë botë. Pra ligjërata e ardhshme do të jetë vazhdimsi e kësaj ligjërate, me titullin të sinqertit i mjafton Allahu, pra nga shumë aspekte në këtë botë, se si Allahu subhanahu wa taala i ndihmon të sinqertit, dhe do të sjellim shembuj nga sahabët dhe ato pas tyre se si Allahu subhanahu wa taala i ka ndihmuar të sinqertit. Dhe pastaj do të vim me ligjëratën se dobit e sinqeritetit në ahiret. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.